Më 12 maj shënoa dita ndërkombëtare e infermierëve, një ditë që përkon me 206 vjetorin e lindjes së Florence, themeluesës së infermierisë moderne. Kjo ditë e caktuar zyrtarisht që nga viti 1974 nga Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve synon të vlerësoj kontributin e infermierëve në kujdesin shëndetësor dhe në mirëqenien e shoqërisë. Prandaj sot kjo ditë është shënuar edhe në komunën e Prizrenit. Sipas drejtorit të QKMF-s në Prizren, doktor Fadil Bajraktari, kjo ditë është shënuar me ndarje të mirënjohjeve në QKMF të Prizrenit. Në këtë shënim të kësaj dite sot edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, drejtori i shëndetësisë doktor Sulejman Baxhaku, drejtori Fadil Bajraktari kanë bashkëbiseduar me 270 infermier atë sa ka në kuadër të kujdesit primar në Prizren. Lidhur me këtë takim, drejtori i QKMF-s Fadil Bajraktari pohon se kjo ditë e shënuar ndan mirënjohje për më të dalluarit. Sot është mbajtur një tubim festiv me rastin e ditës ndërkombëtare të infermerisë, i cili është 12 maj në gjithë botën. Kështu që në këtë takim kanë marrë pjesë të gjithë infermierët të kujdesit primar shëndetësor, edhe ka qenë i pranishëm edhe kryetari i komunës zoti Shaqir Totaj, i cili na ka nderuar edhe ka marrë një fjalë rasti dhe i ka përshëndetur infermierët dhe i ka uruar për këtë ditë të veçantë. Pastaj një fjalë përshëndetëse ka dhënë edhe drejtori i DKSH-s, zoti Sulejman Baxhaku, edhe një fjalë përshëndetëse është bërë nga ana ime si drejtori i QKMF-s, edhe një fjalë përshëndetëse është bërë nga kryeinfermieri Gazi Shala. Kësaj janë shpërndar edhe disa mirënjohje për punëtorët e dalluar, do thotë janë shpërndar dikon ja 10 mirënjohje, kështu që edhe i kanë falendëruar përzemërsisht për punën që bëjnë çdo ditë, edhe ata janë shtylla e parë ose trungu i kujdesit primar shëndetësor. Në kuadër të QKMF-s na i kemi dikon 270 infermierë, që do thotë i bie dikon 60% e punëtorëve që kemi në kujdesin primar shëndetësor. Kurse edhe në spitalin e Prizrenit, doktor Daud Mustafa shënuar kjo ditë e rëndësishme infermierisë. Ne për televizionin Besa bisedua me Borbuqe Kashin, ushtruese detyrës së drejtoreshës së infermierisë në këtë spital, e cila shpjegoi se java infermierisë ka filluar që nga data 5 maj dhe 6 maj është vendosur baneri dhe gjatë të gjithë javës ka qenë kushtuar kësaj dite. Kurse sot për të gjithë infermierët që kanë mundësi të organizojnë një takim ku edhe do të ndajmë nga një dhuratë simbolike. Sot ne si menaxhment i spitalit, ekskluzivisht çështja e drejtorisë infermierisë, kemi organizuar një aktivitet. Ne në fakt kemi filluar aktivitetin me 6 maj, kur ka filluar veç java infermierisë. Fillimisht me 5 maj në fakt e kemi uru ditën e mamive në spitalin tonë, mandej me 6 veç kemi filluar me javën infermierore, cilën kemi bënë një baner për nder të shenzimit të javës infermierore dhe kemi vendosur para hyrjes së spitalit që ka qëndruar gjatë gjithë javës. Edhe sot po e bëjmë përmbylljen me një aktivitet tjetër simbolik, cilin do ta organizojmë te salla e kuqe me të gjithë infermierët të cilët janë të lirë për me marrë pjesë, normal pa e rrezikuar shërbimin. Do të kemi një fjalim të vogël, do të kemi një videoklip që kemi përgatitur kështu në mënyrë amatere ne vetë për me na mbet kujtim, me disa reporte të saktuara me disa infermierë, secili prej tyre ka dhënë nga një mesazh, edhe në fund e kemi nga një dhuratë simbolike për të gjithë infermierët e spitalit të Prizrenit. Spitali i Prizrenit afërsisht numëron rreth 450 infermierë. Zonja Gashi shpjegoi se spitali rajonal ka gjithsej infermier të angazhuar 435 infermier. Nga këta shqiptar janë 325, boshnjak 36, nga komuniteti turk 68, Airom 4, Ashkali 1 dhe 1 serb. Kurse sipas gjenisë janë 131 infermier meshkuj, ndërsa infermiere janë 304, tha zonja Gashi. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.